Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'du. Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti Allahut azza wa jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Kaptina e Al-A'rafit, suratul A'raf, në mëson dhe ja mëson besimtarve se si ta përkrajnë të vërtetën, se si ta përkrajnë hakun kundër batilit, kundër gënjeshtrës. Kjo sure në mëson se si ta përkrahim të vërtetën dhe si ta mohojmë apo ti mohojmë të gjitha gënjeshtrat, të gjitha padrejtësitë që bohen në fytyrë tokës. E veçanërisht padrejtësia dhe zullumi që i bohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, në fillim të kësaj sureje, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Elif, Lam, Mim, Sad. Kitabun unzile ilejka فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Ne ta kemi zbrit ty librin, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta kemi zbrit librin në gjoksin tënd. Mos dvi ty rënd që nëpërmjet mësimeve tona ti paralajmërojsh jo besimtarët dhe ti këshillojsh besimtarët. Vazhdon ajeti: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni al-awliya qalilan ma tadhakkarun. Ndiqni, pasoni shpalljet, mësimet të zbritura nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mos pasoni dikë tjetër dhe mos zini dikë tjetër mbrojtës përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tadhakkarun. Pak po merrni mësim. Pak po merrni mësim. Të nderuar shikues, Allahu subhanahu wa ta'ala pastaj vazhdon në ajete ku fillimisht tregon për atë intrig e shejtanit me Ademin a.s. në xhennet, pastaj edhe në tokë. Ballafaqim mes të vërtetës edhe gënjeshtrës, kotjes. Në xhennet duke i bë vezvese shejtani Ademit a.s., pastaj edhe në tokë. Kështut ajetet vazhdojnë. Në këtë sure, popujt e ndryshëm me pejgambert e tyre. Popujt e ndryshëm me pejgambert e tyre, duke u ballafaqu mes të vërtetës edhe jo të vërtetës. Pejgamberët kanë thirrë në të vërtetë, kanë thirrë në hak, që të besohet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse popujt e tjerë i përgënjeshtruan, nuk i besuan. U bonën krye neq, mendje mdhej por Allahu subhanahu wa ta'ala, pastaj i dënoi me dënime të ndryshme. Vazhdon ky konflikt. Ashtu sikur që vazhdoi konflikti mes Ademit dhe shejtanit në xhenet dhe në tokë. Dhe kështu vazhdon ky konflikt te të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall, mes hakut dhe batilit, mes gënjeshtrës, mes hakut dhe batilit, gënjeshtrës, apo mes hajrit dhe sherrit,
mes tauhidit dhe shirkut dhe mes përuljes dhe kryelartësisë. Por Allahu subhanahu wa taala çdo herë ka qenë në anën e pejgamberëve dhe në anën e besimtarëve, jo atyre që e përkrajtën batilin, gënjeshtrën dhe u bonën mendjemdhej dhe u bonën kryeneç ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe e pasuan domethënë jo të vërtetën, por e pasuan kujtën. I pasuan epshet e tyre edhe si pasoj ata u ndëshkuan prehunës së Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla shanu xhalla xhelaluhu në ajetin 59 tregon për popullin e Nuhit, të cilët ishin mendjemdhej, kryeneç, të cilët u tallën me Nuhin, me pejgamberin Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhalla shanu xhalla xhelaluhu: "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم." Nuhi a.s. i tha popullit vet: o populli jem, besoni vetëm Allahun, drejtoni vetëm Allahut, lutjoni vetëm Allahut, mos adhuroni dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim. Unë me të vërtet friksohem se do të bjerë mbi ju një dënim i madh. Ata u tallën, sepse pan Nuhin duke ndërtu një anije midis rruge. I thanë: o Nuh, këtu anija nuk ndërtohet, këtu nuk ka det. Anija ndërtohet domethënë afër detit atje. Dhe filluan me u tallë. Me kon me pejgamberin Allahut subhanahu wa taala, qala al-mal'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Paria nga populli i tij ju drejtohen Nuhit alayhis salam me këto fjalë, i thanë: ti në të vërtet je në një humbje të madhe. Ti çka e të bësh kështu? Ti je vetëm në humbje. Ti si e të bësh kur gjë? Ti po don me na mashtru. Do më thënë, ti me këtë vepër dhe me këtë ndërtim anije, ti vetëm po don me na humb. Ti je vetë në humbje, ti e ke humb vetën tonë. Nuh a.s., pejgamberi i Allahut azza wa jall, nuk i kundërshtoi me njerë mi thonë: jo, ju jeni në humbje, unë s'jam në humbje, unë jam në të drejtë, nuk i tha kështut, por do më thonë kjo është ajo akhlaku dhe sjellja e pejgamberëve. Nuhi a.s. tha: qale lejse bi dalaletun walakinni rasulun min rabbil alamin. Ajeti 60. Tha: o popull jam, unë nuk jam në humbje, por jam i dërguar i Allahut. Jam i përzgjedhur nga unë Allahut subhanahu wa taala. Dhe më ka dërguar tek ju: ubellighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Unë jam vetëm për të sjellës i shpalljeve të Zotit tek ju dhe jam për me ju këshillu juve. Jam për t'ju këshillu, për t'ju drejtu nga adhurimi, drejt adhurimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Unë e di atë ju çfarë nuk e dini. Fakadhabu fanjaynahu walladhina ma'ah fil fulki wa aghraqna alladhina kadhabu. Kështu të Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 64 thot: Allahu e shpëtoi Nuhin dhe me ata që e besuan Nuhin në anije dhe me kafshët që u ngarkuan mbi këtë anije, dhe i përmbyti ata. Se Allahu si dënim çoi tufanin, i përmbyti mendjemdhejt që nuk e besuan. I përmbyti fa aghraqna alladhina kadhabu. I përmbyti ata të cilët e përgënjeshtruan Nuhin alayhis salam. Kjo është ajo pasoja. Kështu që nuk u sillen mirë me Nuhin alayhis salam, u tallën me të dhe ju erdhi dënimin nga unë Allahut subhanahu wa taala. Do më thënë këtu fitoi e vërteta dhe humbi, do më thënë, gënjeshtra, batili. Pastaj Allahu subhanahu wa taala
në ajetin 65 thot nga kjo sure wa ila adin akhahum huda fisit Ad Allahu thot dërguam vllaun e tyre Hudin wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru fala tattaqun o popull jam Hudi alayhis salam pi thot popullit vet adhuroni vetëm Allahun pse po adhuroni dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala Allahut i takojnë adhurimet dhe lutjet drejtoni vetëm atij mos u drejtoni dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala afala tattaqun a nuk pe keni frikë Allahut subhanahu wa taala a nuk pe frigoni Allahut xhalla shanu xhalla xhelaluhu ja pritën paria nga populli i tij çka than qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin çka i than vërtet ti je i mirë dhe je shumë mendje lehtë ti je mirë dhe je shumë mendje lehtë je shumë i poshtrum wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin dhe ne ty të konsiderojmë domethënë renacak. Do të ku i pruni populli vet, pejgamberin e tyne dërguar nga Allahu subhanahu wa taala prej fisit Ad, thot Allahu dërguam vllaun e tyre Hudin, edhe ata e përgënjeshtruan. Kurse pi përkujton, pi udhëzon, po ja don të mirën, ata e quajtën domethënë pejgamberin e tyne sefih, domethënë i mjerë dhe mendje lehtë. Dhe përveç kësaj i than wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin, ne të konsiderojmë ty domethënë renacak. Ne të konsiderojmë ty renacak, kështu i than pejgamberit tyne Adit. Qala ya qaumi, çure sa bukur pejgamberi i Zotit, me çfarë sjellje, me çfarë butësi. Nuk i kundërshtoi, mi thon jo ju jeni mendje lehtë ose ju jeni domethënë të poshtër. Pejgamberi Allah Azza wa Jall e ka për qëllim udhëzimin e njerëzve. E ka për qëllim për të mirën e tyne, që të kthehen në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ta adhurojnë vetëm Allahun dhe mos t'i bëjnë shirk Allahut, mos t'i bëjnë shok Allahut subhanahu wa taala. Qala ya qaumi laysa bi safahatun, o populli jam, unë nuk jam mendje lehtë dhe nuk jam i marr. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin, por unë jam i dërguar nga Rabbul Alamini, jam i dërguar nga Zoti i botëve. Unë jam pejgamber, Allah më ka sjell tek ju, më kanë dërguar tek ju, më dëgjoni pak. Dëgjoni se e kam për të mirën e juve. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, jam i dërguar që tua komunikoj shpalljen e Zotit dhe jam këshillues besnik për ju. Unë vetëm po du me ju këshillu, edhe jam këshilltar i drejtë, jam këshillues i drejtë dhe besnik. Nuk po gënjej, nuk po rrej, sepse jam i dërguar i Allahut, edhe Allahu që ato çfarë po më shpall mu, unë po du juve me ju kallëzu. Unë po du juve, domethënë, ma u komentu apo më u tregu ato çfarë Allahu mu po më tregon. Besoni, mos u largoni, se ju pret dënimi i Allahut subhanahu wa taala. فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Ne me mëshirën tonë, thot Allahu subhanahu wa taala, dhe me rahmetin tonë e shpëtuam atë dhe i shpëtuam ata që e besuan pejgamberin e tyre Adin, ndërsa ata që nuk besuan i asgjësuam dhe i shfarosëm. I asgjësuam dhe i shfarosëm. Si pasojë, nuk e besuan pejgamberin e tyre. U bone mendje mdhej ndaj Allahut edhe ndaj pejgamberit tyne. Allahu subhanahu wa taala në ajetin 73 pastaj fol për pejgamberin Salih alayhis salam. Wa ila Thamud akhahum Saliha. Dhe Thamudi dërguam vëllaun e tyre Salihun. Wa ila Thamud akhahum Saliha qala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Krejt pejgamberet Allah Azza wa Jall e kanë pas një qëllim. Mu ju drejtu popujve tyre, me thonë adhuroni vetëm Allahun një dhe me Allahun mos shoqëroni dikë tjetër. Wa ila Thamud akhahum Saliha qala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Salihu i tha popullit vet, o populli jam, adhuroni vetëm Allahun. Me Allahun mos adhuroni dikë tjetër.
Mos adhuroni dikë tjetër me Allahun, sepse adhurimet, ibadetit i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Juve ju kanë ardhur faktet nga Zoti juaj. Naqatullahi lakum aya. A kërkuat prej devës, a kërkuat devën me nxjerr prej një shkëmbi. Allahu e sjelli si mucize, devën e kërkuan me sjell prej një shkëmbi, prej një guri të madh. Allahu ja u sjelli, prap nuk besuan. Çfarë popull kryenesh dhe krye lart. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ju tha: "Hadhihi naqatullahi fala tamassuha. Hadhihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha." Shojeni devën me ushqyje, shojeni devën me ukullotë në tokë, fala tamassuha, mos e prekni. Çka bën populli vet? Qohën edhe domethën e therin devën. Fa'aqaru an-naqata wa'atu an amri rabbihim. E theren devën si mucize që Allahu që ka sjell Salihut, por ta besu se është pejgamberi i Zotit, për mu vërtetu pejgamberlloku i tij, ata bëjnë gjithat. Domethën nuk e ruajtën devën, e theren devën. Pastaj pasi që e theren devën, e shkelen urdhin Allahut subhanahu wa taala. Fa'atu an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin. E tashti o Salih, vërtetoje që ti je pejgamberi i Zotit, je dërguar nga unë Allahut. Vërtetoje tash, domethënë nëse ti jeni me pejgamber, thuaj Zotit ton let na sjell neve dënimin. Po kërkojnë dënim nga Allahu. Hajde, let na sjell neve dënimin për me të besu që ti je pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah. Çfarë ndodhi? Në ajetin 78, Allahu subhanahu wa taala thotë: "Fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin." I përfshiu një dridhje e fortë, një tërmet i fortë, i trishtueshëm popullin e Salihit dhe mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre. Tërmet, e rëndë, dhe mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre. Kjo është ajo pasoja. U dërgu pejgamberi i Allahut dhe u dërguan pejgamberët e Zotit për të mirë, për të këshilluar, për të drejtuar, për të adhuruar vetëm Allahun një, ata u bënën kryeneq dhe Allahu subhanahu wa taala kështu si pasojë e veprave tyne, duke i pasua gënjeshtat, duke i pasua ata batilin, kujtën dhe duke mos i besu pejgamberëve të Allahu subhanahu wa taala, Allahu xhalla xhelalu domethën i ndeshkoi ashtu sikur që e ndeshkoi popullin e Salihit, që të cilët domethën nuk i shkelën dispozitat e Allahut dhe nuk e ndëgjuan pejgamberin e tyre. Ajeti 80, Allahu subhanahu wa taala thot: "Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin." Tash Allahu subhanahu wa taala thot Muhamedit alayhi salatu wasalam: kujtoni fjalët e Lutit. Kujtojni pak fjalët e Lutit, i cili tha popullit të vet: "Pse po bëni amoralitet?" Që nuk ka bo asnjë popull në botë. Populli Lutit bënin amoralitet. Mashkulli u afronte mashkullit. "Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa." Ju po i qaseni meshkujve me epsh. Bel entum qawmun musrifun. Në vend të femrave po i qasni mashqive. Subhanallah. Wama kana jawab qawmi illa an qalu akhrijuhu min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Çka tha populli vet? Tha: "O Lut, na ty kena me të nxjerr për popullit ton, na ty kena me të largu prej katunit ton. Ti shumë po bosh i mençur. Lena neve çfarë dojmë bëjmë na. Ose bo dhe ti sikur na, ose po të nxjerrim për fshatit për katunit." Fanjaynahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin. Allahu subhanahu wa taala për këtë sjellje, për këtë vepër të shëmtuar që e boni populli Lutit, ku u afronte mashkullit, duke kënaqur ato epshet e tyre, mashkull me mashkull, duke harua femnën, duke largua femnën, duke
mos u afru femnës, po duke afru njëri tjetrit, mashkull me mashkullin, dhe pejgamberi tyre duke i këshillu, dhe duke i thonë se nuk jeni të bo mirë, jeni të bo diçka që asnjë popull në botë nuk e ka bo. Derisa e përzunën, kanë thonë, ose bo dhe ti sikur na, ose kena me të largu. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk priti dhe i dënoi. U largu Luti me ata besimtarët, me familjen e vet, edhe ata që e besuan. Por gruaja vet mbeti aty. U bë prej të shkatruarve. Fanjaynahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin. E shpëtuam Lutin dhe familjen e tij, pos gruas së tij mbeti aty, do të thënë u shkatru. Wa amtarna alayhim matara. Me çka i dënoi Allahu subhanahu wa taala popullin e Lutit, wa amtarna alayhim matara, ajeti 84, wa amtarna alayhim matara, fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Ne lshuam mbi ta një lloj shiu me gur. Me gur, e kjo është fundi, domethënë i amoralistëve. Nuk e ndëgjuan pejgamberin e tyre. Edhe kjo ishte si pasojë, domethënë që u dënuan nga unë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala, të nderuar shikues, na fol për pejgamberin Shuaib. Wa ila Madyan akhahum Shuaiban. Edhe në Madyan dërguam vllaun e tyre Shuaibin, pejgamberi Allahut azza wa jall Shuaibi. Wa ila Madyan akhahum Shuaiban qala ya qaumi i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh. قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Ajeti 85, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoi Shuaibin tek populli i vet, duke i thënë popullit vet, o populli jem, adhuroni vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe me Allahun mos adhuroni dikë tjetër. Dhe të jeni të matur kur i matni senet, i peshoni senet, mos i mashtroni njerëzit. Kanë qenë tregtar, i kanë mashtruar njerëzit në tregtin e tyre. Kur i kanë mbat sendet, kur i kanë peshuar senet, kanë mashtru. Pasi që Allah subhanahu wa ta'ala ka rregullu tokën, ata e kanë shregullu. Ktheuni, pyethat, ktheuni, bëni të drejt në pasurinë e juve, bëni të drejt në matjen e juve, në tregtinë e juaj, nëse doni me qenë me shpëtu, edhe nëse doni me qenë prej muslimanëve. Me qenë prej, do të thonë, kjo është më mirë për ju nëse besoni. Nëse nuk besoni, atëre do të thonë ka me qenë si pasojë vetëm dëshkimi dhe dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Qala al-mala'u alladhina istakbaru. Paria e popullit Shuaibit, të cilët ishin shumë mendjemdhej, shumë kryeneç, çka i thanë? O Shuaib, na ty kena me të nxjerr për fshatet. Lenukhrijannaka ya Shuaib walladhina amanu ma'ak. Ty edhe ata që po të besojnë ty, kena me të largue për fshatit. Ty kena me të largue për fshatit edhe ata që po të besojnë tyje. Min qaryatina aw la tu'uduna fi millatina, ose ktheuni fen ton. Ose bëuni çysh dojmë na. Mos u bë ti mençë marr neve me kallëzu sa duhet me matë, sa nuk duhet me matë. Ose ktheuni ndinin ton çysh dojmë na, ose na juve ju largum, ju përzunëm për fshatit, për katunit tonë. Edhe ata që po të besojnë ty. Çka ju tha Shuaibi? Qala awalau kunna karihin. Edhe na nëse nuk dëm me besu, ose nuk dëm juve me ju pasu, me pranu fejën e juj, me pranu ato mashtrimet e juja, do më thonë edhe me zor na qitnia. Edhe me zor neve na qitni me vepru veprat e juja, punët e juja. Fa akhadhathum ar-rajfatu. Ata u bënën mendjemdhej ndaj pejgamberit Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk besuan, kundërshtuan. Fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darim jathimin. Ajeti 91, Allahu subhanahu wa ta'ala dënoi me një tërmet dhe një dridhje të fortë dhe u bën shtëpit e tyre kufoma të gjunjëzuara. Kufoma të gjunjëzuara. Lusim Allahun Gjellëshanu wa Gjelle Gjelalu që Allahu subhanahu wa ta'ala të na bëjë të drejtë. Të na bëjë të drejtë
me vetet tona, të drejtë me Allahun, të drejtë me bashortet tona, të drejtë me fëmijët tonë, të drejtë me popullin tonë, të drejtë në punën tonë ku jemi, të drejtë me njerëz. Wa kunu ma'a sadiqin. Allahu thot në një ajet tjetër kuranor, ja alladhina amanu, o të cilët keni besu, bëni me të drejtit. Bëni me të drejtit, sepse Allahu i don ata që janë të drejtë, nuk i don ata që gënjejnë e mashtrojnë. Këto janë ligjet e Allahut subhanahu wa taala, këto janë këshilla, këto janë mësime, këto janë urdhëra nga Allahu subhanahu wa taala, të cilat jo ka zbrit pejgamberët vet që ti këshillojnë popujt e tyre, por ata nuk besuan, u bën kryeneq, u bën mendjemdhej, dhe i dënoi Allahu subhanahu wa taala prej mbi 7 palë qiej. Nderuar shikues dhe të respektuar, Allahu subhanahu wa taala në këtë sure pothuajse pastaj domethën përmend në mënyrë të gjerë tregimin e Musës alayhis salam, pasi që Allahu subhanahu wa taala na tregoi për pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala që i përmendëm prej Ademit alayhis salam e deri te Shuaibi alayhis salam wa ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala në suratul A'raf tregon tregimin e Musës alayhis salam, domethën tregim shumë të gjanë, shumë të gjerë, saqë në sure tjera domethën nuk tregohet tregimi i Musës alayhis salam sa tregohet më gjonimisht, domethën më zgjonimisht në këtë sure, në suratul A'raf. Kështu që domethën tregimi i Musës alayhis salam këtë sure ndahet 3 pjesë, domethën për me ja lexu pak lexuesit kur vjen te kjo sure me lexu, domethën pjesa e parë është ajo dialogu mes Musës alayhis salam dhe Firaunit. Pastaj domethën pjesa e dytë është domethën dialogu, domethën pjesa e dytë e Musës është domethën ballafaqimi i Musës me magjistarët e Firaunit, edhe pjesa tjetër domethën tregimi i Musës është domethën Musa, domethën ballafaqimi i Musës me popullin e vet, domethën kur pasi që Allah subhanahu wa taala i shpëtoi nga deti, ata përsëri u kthyen me adhuru viçin, të cilin e kanë ndërtuar domethën dhe kanë sturisur nga Dukati, pasi që Musa alayhis salam shkon domethën në Turi Sina për të marrë urdhra nga Allahu subhanahu wa taala, populli vet bën shirk Allahu xhalla shanu xhalla xhelalu, kështu që ajetet prej 113 deri 129 dhe disa ajete tjera domethën më poshtë, domethën folin rreth tregimit domethën Musës alayhis salam në version gjerë, domethën pasi që na domethën e treguam, domethën kallëzuam se tregimi i Musës ndahet domethën 3 pjesë, një pjesë domethën me Firaunin, pjesa tjetër domethën ballafaqimi me magjistarët, dhe pjesa tjetër domethën Musa alayhis salam me popullin e vet, përderisa ata domethën pastaj pendohen dhe kërkojnë falje nga Allahu subhanahu wa taala pasi që adhuruan domethën viçin, kërkojnë falje nga Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu xhalla xhelalu domethën e fal popullin e vet, domethën beni Israilet. Pastaj të nderuar dhe të respektuar shikues vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa taala nga në këtë sure, në suratul A'raf, nëpërmjet tregimeve domethën pejgamberëve të tij, vërteton se adhurimet, ibadetet i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Deri tash çfarë kemi ndëgjuar domethën për pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, këtu pejgamberët e Allahut azza wa xal domethën e vërtetojnë domethën se adhurimet, lavdatat i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, se vetëm ai meriton të adhurohet dhe nuk meriton dikush tjetër më adhuru përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe këtu gjithashtu vërtetohet domethën daveti i pejgamberëve, të cilët erdhen për ta vërtetuar tauhidin dhe udhëzimin e njerëzve nga e kota në të vërtetë, dhe nga sheri në hajër, dhe nga ibadeti i statujave në ibadetin e Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu.